Tani, ti thej që nga një kafe nisi ideja e Dubait, edhe unë tani imagjinoj mbas Dubai çfarë do ndodh se nuk ka limit, the sky is the limit. Çfarë ndodhi dhe pjesën e të marrit të risk e kuptuam që e ke shumë të sofistikuar siç duhet ta ketë çdo sipërmarrës. Thjesht kam guxim të marrit, nuk e di a është gjë e mirë, po mund ka rezultuar mirë tash, a di. Kam përshtypjen që e kam nis, ma ne kam gjetë zgjidhjet rrugës. Kur nisim e bëjmë këtë pjesën e riskut, pastaj jemi si të varur nga risku, edhe juve do varreni nga risku kur të nisni ta bëni këtë gjë normale, kur të nisni të shikoni se çfarë ndodh pastaj me marrjen e riskut që pavarësisht se dështon shumicën e rasteve, po ato pak raste që fitoni janë aq të bukura sa krijoni varësi pastaj nga ajo. Besoj të gjithë ndodhen në këtë nivel kur shkojnë në nivelin e vërtet të sipërmarrësit, po ajo që un kam dilemë është ajo realiteti i ri tani, Dubai, ajo gjëja që shkëlqen, që na duket kemi frikë ta prekim se është shumë e bukur. Ç'a ndodhi në mënyrën e çarjes së këtij tregu? Momentin që mu prezentute kjo kafja se qa u flitte për Dubai, edhe qa kishte Dubai në fushën e real estate, aty unë neza. Sepse realisht Dubai ofron shumë. Krahasim me çdo gjë që kena në çdo vend të botës, ofron shumë. Ofron zero tax, ofron mundësi me pagu me këst, ofron me mundësi me çdo lloj gjëje të mirë që ka lidhje me fushën e investimeve ta ofron Dubai. E ka shtruar tapetin e kush investitorëve. Edhe kur unë dëgjova gjitha këto të mira bashk, si kisha një herë në jetën time, po këtu, kjo është marrim as me hy. A di një është jashtëzakonshme, si kisha një herë kaq bukur. Në Shqipëri ishim shumë me këta stilet e paguaj gjysën e parë, po ndërtu kur gjoj kështu marrin, aty të paktën kishte një lloj fleksibiliteti. U informova, shkova vetë në Dubai për herë të parë. 2021. Kam shku për herë të parë një temë në Dubai, që shka në herë më për parë. As për qef, as për punë. Shkua për punë, u knaqa. Vibe, ambienti, xixat e Dubait, rezonoshin me të mbrëmjen teme. Edhe shu filloi një rrugtim i lezetshëm, fillu me herë me marketing. Ta shohim si reagon se na marketingun pa lekë kena, pa e bajmë, unë aty kisha fillu. Isha i nxehtë, të bëj marketing, fillua të bëj marketing. Video që ma bëha virale është video ku kam dalë me brek shkurta në plazh Dubai, ku thash, edhe nuk disha ç'a do tham, veç i tham gruas. Merr kamerën e më filmo. Po ç'a do më thonë, s'di gjë, e thash filmo. Edhe bëna videon me një one shot. Pa modifiku, pa ku gjë, siç e kam marrë kam hall TikTok. Atë doli edhe TikTok. Po. Edhe TikToku ka kanë se më kujtu, tash TikToku ka kanë një bazë shumë e mirë, për mu se në TikTok jam njoh më shumë në fillim, se TikToku bëhet virale, shkoshin videot super virale, i fije nga smosha njerëzit vete, u bëshin videot super virale. E fillova në TikTok, bam me mas videos pa që u bëhet virale, që s'la kush pa më shoh, dhe shkodran çashin më shumë. Se nuk e perceptoshin që unë munsha një ditë bukur me dalë për i Shkodit edhe me shku në Dubai me fol për Dubai. Aty nisa jo problemi me veten. Ti po i çon lek në vend huj, ti je antikombëtar, ti më shoh nga familja, nga nana, nga motra, s'lan këtë po më shoh, unë s'lash gjapa i thonë unë, po jon i çoshan privat, s'mushës. Bukur shumë. Mas kësaj, mas ton këtu në goditjeve, e kuptova që jam në rrugën e duhur. Se nëse ti je të marr realisht shame ose je të marr, domethënë që je të bëj diçka më shumë se sa që percepton mendja e gjithëve, dhe këtë domethënë këta janë sinjale shumë mira kur dikush të shoh në fillim. S'po them në momentin që ti del në rrjetet sociale lakojt se mundet me të shoh me të lëvdu, po them ku je të bëj diçka që bën sens logjik, edhe njerëzit shohin do të thotë që ti je të kalu jashtë perceptimeve të normalesh. Je të bëj diçka shumë më të madhe se ata e menojnë, edhe kështu e morë, si mesazhe, s'na e ta më marrë më me ta. Edhe rrugtimi në Dubai ka kanë, si çdo gjë kam nis pa lek. Pa lek, as pa di gjë se ç'a do bëj, se si do e bëj, ku do e bëj. Mas një vitit që kam bën marketing për Dubai, se një vit s'kam shite asisen. Zero. Edhe me eksperiencën e dur, sërish... Zero. E po e disha unë rrugtimin, e disha se
nuk do shes në vitin e parë. Thjesht do baj marketing, do shoh si reagon tregu, do shoh kanë interes njerëz, u fillu njerëz të interesu, po prap manena mas I vitit hap me zyrën tamam. Zyrtarisht. Hap me zyrën. Unë nërkohë shkosha, visha, qosha klienta, na din, po nuk u shit kurzo vitin e parë, ishte tamam eksperiment, tamam. Po eksperimenti u konkretizu me zyrë, u konkretizu me staf, me vështirësi tjerë zakonshme, sot kam kosto për me majtë zyrën e Dubai topën kam kosto domon 30.000 € në muaj, që duhet me nxjerr, ma ne a fitohet, as fitohet, mas ty na është mohabet tjetër. Po them 30.000 € në muaj duhet me dal për çdo muaj për me majtë zyrën hap atje. Është një kosto jashtëzakonshme, që në Shqipëri mund të majtë domethënë 7 zyra me aq lek, po që është e nevojshme me u bë. Por që mas Dubait, qa bana unë me Dubajin? Prap bana të njëjtën gjë, bana që se ko bo kërkush. E bana që se e shojmë edhe jetë rrjetet sociale, shumë postime konsistencë. E bana me video ku fillohet të dalë vetë, shumë postime konsistencë. E bana një gjë që se kishte bë kush në Shqipëri, se kishte guxu kush me menu, me shku me hap një kompani në Dubai, një shqiptar me shit pronë në Dubai, ishte krejt jashtë tamenet ku e kam folën me njerëz. Ishte krejt jashtë perceptimit çdo njeri. Po ku shkon në Dubai, po ku preket Dubai, bana në momentin që unë fillova të fol për Dubai, e kuptuan shqiptar që në Dubai u bleka. Nuk ka atë shtaj. Fillon të bë krahasime, ma lirë në Dubai se në Shqipëri, në këtej bërbërë fillu bëma në na. Djali I Dubait, Amarildo I Dubait. Si evolon imazhi edhe mundësia. Tani në qoftë se mundet të kapemi pak të rrjetet sociale. Po si? Kemi disa njerëz që duan të nisin, ka dy gjëra që ngecin këtu. E para njerë nuk nisin, ngecin. Kja është shumë gjë e mirë. Do thonë, nëse nuk nis, do thonë nuk jeni të bëmë mjaftueshëm me veten tuaj. E dyta? Dhe e dyta është që kanë frikë nga kjo Gjykimit. pjesa e gjykimit, ku edhe kur nisin postojnë, nisin përpiqen që të jenë sa më perfekt, jetë e mundshme, nisin që të mendojnë shumë se cili Muzikën, është postimi që s'do shahet ndonjëherë, ose cili është postimi që shkejt normale, ba me po është krejt normale, shumë nuk me tonë, nuk është një çudi hiç, janë krejt hapa që do I kalojnë gjithë. Veç se duhet mi kalu. Nuk ban dot po I kalu. tani, në qoftë se ka ndonjë gjë që mund ta lehtësoj kalimin e frikës, jo frikës, po ç'a ndodh mbasi e nis, ose cila është gjëja më e keqe që mund të ndodhë, që s'është asgjë në fakt, po çfarë mundet të ndihmonte ty po të kishe djalin tënd që do ishte duke menduar për të futur në real estate 20 vjeç ose 19 vjeç, edhe nuk donte të postonte. Shiko, sot për sot, te ky biznes, te shumë biznese tjera që janë shërbime, që janë me njerëz, që duhet njerëzit më pas se kush janë, ç'a bojnë tjerë, është domosdoshme me kanë, domethënë, me kanë rrjete sociale, sepse sot 7-8 orë në ditë çdo njeri kalon në rrjete sociale, deshme apo s'deshme, sidomos të rinjt. Domethënë, ti shkon aty ku tonë kanë vëmendjen, ku në rrjete sociale. Nëse don që me të funksionu biznesi. Unë marr një shembull thjesht. Ti mund kesh një produkt shumë të mirë, Valer, e ke don produktin, nuk ka rëndësi se çfarë produkti. Shampo, për fuskot. Ke shampon më të mirë në botë. Unë kam një shampo normale. Ti e reklamon me shokë e miq, unë dalë e baj marketing. Si mas perceptimi tuaj, cila është shampoja më e mirë në botë? Unë them që shampoja ime më e mirë në botë, ky thotë që ky e ka për më shampon më të mirë në botë, po unë nuk e kam më të mirë në botë, po unë them që jam shampoja më e mirë në botë, unë jam më I dukshëm, ky nuk është I dukshëm. Cila sipas jush është shampoja më e mirë në botë për ju që se dini këto ç'a dini? S'ka rëndësi nga kush reklamon, unë bëj marketing, super të mirë. Edhe unë them për mu, kja jam jashtë më e mirë në botë. Edhe them me binje, kushe ky e din që jashtë, po nuk e thotë që s'ka kujt më thon se s'ban marketing. Kush është për ju? Për këtu e mrapa tash. Ju e dini sekretin tash. Po vetëm mirë në një. Bravo. Atëherë, unë kam shampon më të mirë në botë. Ky e ka de facto, unë e kam sepse kështu është perceptimi ju. Domethënë, realiteti jon nuk është I vërtet. Realiteti jon është në bazë perceptimesh.
Në që se unë e kam, se unë perceptimin që Valeri ka shampon më të mirë në botë, unë jam e di që shampa e Valerit më mirë në botë. Po në që se unë kam shampon e Amarilës, e tham, a shampa e Amarilës më mirë në botë, atëherë perceptimi jem është njëjë, e vërteta jem është njëjë. Domethënë, kjo është luftë mes perceptimesh. Marketingu të jep një koncept, jep një perceptim, dhe ti atë çfarë percepton e merr për realitetin tënd. Por ndoshta ai nuk është i vërteti. Kjo është e vërteta se si ndodh çdo gjë. Po në qoftë se balancojmë, sepse ka për shembull njerëz që dalin edhe flasin keq ose postime që krijojnë një tension dhe benefiti nga dëmi që shkakton. Si mundet të jetë? Pra ka një dëm, duke qenë shumë publik, gjithmonë ka ca njerëz që kanë inat ose kanë xhelozi ose kanallet e tyre që duan të bëjnë dëm. Si është pesha? Sa është ajo përfitimi nga humbja? Tu duhet me keni kujdesshëm se çfarë dën me tregu, duhet me keni kujdesshëm se sigurisht çdo e mirë ka të keqet qiet e veta, se tash me kanë një njeri që njifesh, nuk është shumë e lehtë ndo raste, është e mirë në shumë raste, por nuk është shumë e mirë ndo raste tjera. Për shembull, unë nuk postoj story fiksa ditë kur lëvizi dikun. Unë postoj gjithmonë kur kthehem. Pse? Sepse du me rrit vetin nga çdo lloj gjoje të keqe që mund të ndodhin. Unë mendoj më larg. Domethënë, ka benefitet ekspozimi, ka edhe jo benefitet. Por nëse flasim që jetë të marketu një produkt tonë, një shërbim tonë, diçka që metet te aspekti i biznesit, ti prap je pap një konform tjetër, nuk je siç mund të jenë këta që dalin për shembull vipat e televizionit e tjerë, se këta janë mund t'i qojmë vipa si janë të njoftën, por nuk janë, realisht nuk janë vipa tamam. Si shofun nga aspekti, qenë si ka ke pjesë. Showbiz më shumë. Showbiz është show. Kaq. Çka kanë mundu me pru rrjetet sociale, kanë mundu me pru më real, më njerëz, më unë e kamera, ke parasysh diçka më soft, diçka më të papërpunuar. Bëmi po video që shkojnë më viral, janë video të më thjeshta, që s'ka as cilësi, ndoshta as audio të mirë, po ka një content që ngacmon. Ja ata bëhen super virale. Si kjo pyetja jote është një pyetje që edhe me i dha një përgjigje fikse nuk ka, por çfarë shofun për shembull te pjesa jam, unë kam një përgjegjësi morale shumë të madhe. Pra qa zjarri prej gojët. Sepse unë nikoj. Desht me nikoj. Shumë njerëz njekun, shumë njerëz frymëzohen, shumë njerëz flasin, shumë njerëz kanë kriju atë imazhin se kush jam unë, kompania jeme, njerëzit e mi e tjerë. Por unë kam një përgjegjësi shumë madhe sepse mundem me ballë dam. Po si isha i përgjithshëm mundem me bë dam pa dashje, mundem me niku, mundem me ndryshu don perceptime, mundem me bë mirë, po mundem me bë edhe keq. Unë kam vendos me dhënë vlerë, me shtu vlerë sot mundem, me nda dije që unë i kam ble me lek, sot mundem me bë share content në shqip, sot mundem, se jo çdo gjë e kam nga burimi. Mund të marr një content që është në anglisht, më pëlqen e përpunoj e sjell në shqip, se ka shumë njerëz që s'din shqip, që s'din anglisht. Edin, e shumë raste tjera, po që mundohem me dhënë vlerë në gjitha rastet, mundohem me dhënë si do e kisha dhënë fëmijës tem. Çfarë do e kisha thënë fëmijës tem, si do e kisha thënë fëmijës tem, ose njerëzve të mi. Kjo është ajo që e kam si barë në shpinë që e kam vendos me e marrë dhe do mundohem ta bëj me shumë mënyrën më të përgjithshme të mundshme. Nga ajo që kam dëgjuar në një nga këto studimet që është bërë, zakonisht 20% e njerëzve gjithkohës çdo lloj tipi ti jesh, do të kritikojnë ose do të tregojnë se si ti bësh ndryshe, edhe më shumë se 20. Po, kur je në fillim. Po. Se tash për shembull që unë e kam kriju i for zonit e emrit e tjerë, so njerëzit më shohin, më takojnë, i korrespondon figura me atë që shohin një njeri që është përmend në real, është edhe aty, është edhe këtu njësej, është një person e kanë kuptuar, nuk më shohin, nuk
nuk i një ma shumë të shamët, ose nuk i shaf ma. E Mund vërtet. ketë aty. Jo, ndryshojnë, po ti je konsistent, edhe Pa, ata heqin dorë. Ndryshojnë, edukohen, e kuptojnë që është këtë mu marë se Është ajo që tha herën e parë Blendi, që ndryshe në Amerikë kur ti bën një gjë për herë të parë, njerëzit të japin guxim të vazhdosh, kurse këtu të duan të hedhin poshtë sa më shpejt kur je në vend parë, kështu që nuk e kanë me ne, as me kërken gjithë secili që thot diçka të keqe e ka me vedin, edhe kush thot diçka shumë të keqe, ta dini sa shumë keq për mrena, edhe nuk ka është mu gjyku. Se nuk ja dim historinë, as nuk ja dim jetën, as nuk ja dim hallet që kanë familje, edhe nuk është ai vetmi vend që nuk merr mrapsht një shput të rive, është rrjeti social me i adres fake. Atë le ti bajnë, le të shfryjnë, çka kemi bërë të pa. njeri i fundit që kujtoj, mbase para një jave, nisi vetëm po më shante në mesazh. Edhe po mos po e kuptoja çfarë po shante. Thjesht e kuptoja që po shante, po se çfarë po thoshte. Shkujna ka 4-5 Edhe- mesazhe pa i kthy për Edhe i gjë. them, "Ore, çfarë po thua?" Edhe më thot, prapë se çfarë më thot një gjë, ore, e kuptoj thjesht që je i ndinjuar, edhe më ke inat, po për çfarë? Edhe më thot, a do të ti listoj? Po mirë, thash më i thuj. Edhe prapë nisim çfarë, ore, i thash se kuptoj, ti më shkrujte mua, jo unë, nuk thjesht po të pyes çfarë po thua. E la, pastaj se e nisi ta logjikonte dhe s'kishte logjik rrezik. Edhe u thjesht doja të kuptoja logjikën, edhe e çuditshme është kur përpiqesh të shkosh në logjik për te emocionit, pra mos i shash, ndryshojnë. Ose për shembull kur i kthen përgjigje me dashuri, Kthehen fonca. shumica të kthejnë përgjigje me dashuri sepse në fakt nuk e kanë Atë kërkojnë edhe falje. Po, e Në vërtet. aty për aty. Në aty të ka shoh 3 mesazhe po, atë ka shoh 3 mesazhe mbrapa thotë më fal po, se kisha tamam me ty po. E vërtet. Jashtë nuk Mua më është dukur një gjë sikur mungon se ndërgjegja është këtu në pjesën ballore të trurit, edhe kur je këtu ti duket sikur je me veten në fakt, pavarësisht se ti komenton dikujt tjetër, se s'ke di këtë tjetër që kjo pjesa ballore e trurit të ndalojë ndërgjegjen, se kur je ball për ball nuk i thua njeriu ato fjalë, edhe duket sikur je me veten edhe ja thua sikur flet me veten aty dhe i nxjerr gjitha hallet që ke me veten.